Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu në falenderojmë, prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë salavatën dhe selam më ndërgojmë bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, bi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë që pasojnë me të mirë deri në ditën e fundit. Kapitullin e radhës të autorit Imam Bukhariut, Allahu pas mëshiru, thot ai i cili i ka mri prind të vet edhe nuk ka pas mundësi, nuk e ka arrit që me hinë xhenetin e Allahut Azza wa Jall, apo nuk ka arrit që me arrit faljen dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Në këtë kapitull e transmeton hadithin e Abu Hurairës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 3 herë raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu, që i bje nëse përkthejmë gjuhësisht prej gjuhës arabe, është kur hunda përputhet me tokën, me dhejo. Domethënë përdhoset huna në dhe, që i bje e ka kuptimin u pështroft, u nënçmoft, edhe është i dështum, ai i cili, pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili arrit prind e tij apo njonin prej tyre në mosh. Pra ka përmend këtë rast në mosh, e që edhe në një ajet në surën Isra Allah ka përmend specifik, domethënë në mosh, të shtyrë në mosh. Pse e ka përmend veçantin këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mosh? Për shkak se çajo është ajo periudha ku prindi ka nevojë më shumë për fëmijën e tij, për kujdesin e fëmijës së vet. E sidomos nëse Zot na ruaj është në një sprovë që ndoshta nuk mundet me lëviz ose me shpreh dhimbjen e vet, në këto raste nevoja është edhe më e madhe, kujdesi edhe më i madh. Për atë ka veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith për dha jeti në surën e Isra, se kur të shtyhen, kur të janë në atë moshën e shtyme në pleqëri, atëherë nevoja është më e madhe. Për atë edhe në këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili i ka arrit pra prind të tij gjallë, edhe janë të shtyme në moshë, edhe nuk ka pas mundësi që përmes kësaj vepre, përmes këtij ibadeti, me arrit që Allahu Azza wa Jall me fal ata, me fituaj xhenetin, thot është i poshtrum, është i dështum edhe është i nënçmuar. Pra ulemat kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë thanje, me këtë shprehje, ose është që ka bëu dua për këtë, që let dështon dhe let nënçmohet ky i cili nuk ka pas mundësi, nuk është kujdes që më arrit, domethënë faljen apo xhenetin e Allahut Azza wa Jall përmes këtij ibadeti, ose është një lajmërim që ky me të vërtet pra është i nënçmuar edhe te Allahu, edhe te pejgamberi alayhi salatu wasalam, po edhe te besimtarët. Pra është i nënçmuar ai i cili i ka arrit prind të tij gjallë, janë të shtymë në moshë, edhe nuk është kujdes që përmes kësaj vepre me arrit që Allahu me falat. Edhe këtu e shohim edhe në këtë hadith se sa, domethënë feja Allahut i ka dhënë rëndësi kujdesit dhe respektit ndaj prindërve. Dhe jo se këto hadith janë vetëm me na eduku, ose mu kona kishe pak ma të edukum, ose ma të civilizum, ose me na thonë dikush se valla filoni pe këshir ka babën ose nonë. Mirë po është një ibadet që na e madhrojmë Allahun Azza wa Jall përmes kësaj vepre. Pra i bën ibadet Allahut Azza wa Jall. Falën gjunohet e tuja përmes këtij ibadeti. E nëse pejgamberi sa sem tha, nëse përmes kësaj i ke pas këtë mundësi edhe nuk e ka arrit, atëherë i poshtrum dhe i dështum je domethënë këtë rast. Kapitullin tjetër që ka sjell autori thot, kush kujdeset për prindin e tij, Allahu Azza wa Jall ia shton ymrin. Kjo është titulli i kapitullit që vjen. E ka sjell në këtë rast hadithin e Muadh al-Juhani që thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, tuba ai i cili kujdeset për prindin e tij. Thot tuba lehu, lum ai për veten e tij. Edhe thot, ai i cili e ban këtë vepër, Allahu Azza wa Jall ja shton ymrin. Ja shton ymrin. Ky hadith, po edhe hadithet tjera që flasin në përgjithësi, pra ky ka veçuar këtë rast ky hadith prindin. Mirë po hadithet tjera ka që kanë folën përgjithësi.
ai i cili kujdeset për lidhjen farefisnore, pejgamberi s.a.s. ka thonë, ai i cili don me ja shty Allahu Azza wa Jall ymrin, edhe me i dhon bereqet në rrezik, pra me shtu Allahu rrezik, tha let kujdeset për lidhjen farefisnore. Ndërsa në këtë rast pejgamberi s.a.s. e ka veçu vetëm prindin. Domethënë ajo që është me rëndësi që mos më ra deri në kontradikt apo keq kuptim, se na e dim se Allahu Azza wa Jall i ka caktuar gjonat para se me dal njerëzit në këtë dunjë. Pra që shka në hadith, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 50.000 vjet para se me u kriju, domethënë toka, para se me u kriju njerëzit, Allahu e ka shkrujt Lauhil Mahfudh, që përmendet në Kur'an, ai caktimi që nuk ndryshon asnjëherë. As nuk fshihet, as nuk shtohet. Është caktimi në Lauhil Mahfudh. E tash që shmujna me bashku, domethënë këtë hadith, se po thot pejgamberi shtohet ymri, ai i cili kujdeset për farefisin, ose kujdeset në këtë rast për prindin, pika më me rëndësi që është te kaderi, te caktimi i Allahut Azza wa Jall, që duhet me ditë na si besimtar, është se dija e Allahut është absolute. Pra Allahu Azza wa Jall ka ditë çdo sen para se me kriju këtë dunjë. Pra Allahu e din edhe kush është për xhenet, edhe kush është për xhenem. Në dijen e tij absolute. Edhe në këtë rast Allahu Azza wa Jall që e ka caktu dhe e ka shkru në Lauhil Mahfudh çdo sen që ndodh deri në ditën e Kiametit, na tregon se Allahu e ka ditë se kush ka mu qenë i kujdesshëm, kush e respekton prindin e vet dhe kush nuk e respekton. Për atë edhe në Lauhil Mahfudh, në caktimin që nuk ndryshon pas atij, domethënë Allahu i ka shkruajtur gjonat duke e ditë se robi çka ka me vepru dhe çish ka mu sjell. Për atë domethënë ai i cili e din kët nuk mbien kontradikt në kuptimin e tij hadithi me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa te komenti i hadithit domethënë se i shtohet ymri apo i shtohet rrezki atij i cili kujdeset për lidhjen farefisnore, për familjen apo veçanti për prindin, ulemat e kanë pru në koment se ose është për qëllim se Allahu jep bereqet pra në jetën e tij, edhe jep bereqet në pasurinë e tij, ose me të vërtet Allahu ja shton ymrin atij, pra ndoshta ka pas me jetu më shkurt, mirë po me veprën që ai e ka bo, në këtë rast lidhjen farefisnore është kujdes me majt, edhe respektin ndaj prindit e ka bo, Allah Azza wa Jall ja ka shtu ymrin atij në Lauhil Mahfudh. Pra të dy kuptimet i kanë përmendur ulemat, që edhe nëse të dy ja t'i përfshin, nuk është domethënë larg kuptimit. Kapitullin tjetër që ka pru domethënë hoxha është kapitullin nuk kërkohet falje për prindin që vdek si pa besimtar. Lusë Allah Azza wa Jall që mos ta sprovon asnjënin në këtë rast prej neve, është një sprovë që me të vërtetë është e rëndë, mirë po feja nuk ka hatër, edhe haku i Allahut Azza wa Jall është haku më i madh. Për atë domethënë këtu që i ka pru hadithet edhe ajetet na tregojnë se me të vërtetë shirku është një prej gjunaheve më të mëdha e që Allah Azza wa Jall nuk e fal, edhe ai i cili shkon domethënë Allahut pa besimtar, mushrik, Allah Azza wa Jall nuk e fal, edhe nuk ka hatër këtu. Edhe në këtë rast autori e ka sjell domethënë ajetin ku Allah Azza wa Jall na e kena përmend më herët se argumentet janë të përgjithshme fillimisht, se duhet me u respektu edhe duhet me u kujdes për prindin, që është në surën Isra, Allahu fol në përgjithësi. Edhe në fen ton në gjuhën arabe i thënë naskh, pra gjatë shpalljes ka pas ajete që kanë zbrit, mirë po pas një kohë janë anulu ose janë shfuqizu, ose kanë ardhur përgjithshme, mirë po pastaj janë përkufizu. Domethënë këtë proces jehud ose fe tjera nuk e pranojnë. Mirë po Allah Azza wa Jall këtë e vërteton në Kur'an, në surën Al-Baqara, thot se ka pas, Allahu thot, na i zbresmi disa ajete, edhe na i anulojmë ato, na i shfuqizojmë ato, ose e bjem të përgjithshme, pastaj ta detalizon ose ta përkufizon.
thot ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Thot Allahu, nëse na kemi sjell një ajet ose një dispozit, na edhe e anulojmë ose e bim një sikur ajo me vlerë ose e bim një më të mirë. Domethënë ky proces o kohën gjatë shpalljes. Normal pas shpalljes kjo nuk ndodh. E tash te respekti i prindit, Allah Azza wa Jall fillimisht parim e ka pru që siç është në surën El-Isra, thot Allahu, nëse e ke mri prindin gjallë të shtymen mosh, atëherë thot fela të kullehuma of, as mos ju thuj of, respektoj derisa vjen te ajeti ku thot wa qur rabbi ighfirhuma rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Atëherë thot lutu për ta. Domethënë mu lut për prindin çashtu që kanë rrit si i vogël. Tash kjo është ajeti i përgjithshëm, nuk e ka caktuar as për besimtar as për jo besimtar. Mirë po, Ibn Abbas i thot ky ajet i përgjithshëm është për kufizu me një ajet tjetër që ka zbrit më vonë. Thot ajeti në surën At-Tawba, ku Allah Azza wa Jall thot ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba. Thot Allah Azza wa Jall, nuk i takon pejgamberit edhe nuk i takon besimtarve që me kërku falje për jo besimtarët, edhe nëse janë familjar. Edhe nëse janë familjar, apo edhe nëse e ki prind, domethënë këtë rast Allah e ka ndalu që me kërku falje nëse ka vdek me qatë gjendje. Pse se Allah Azza wa Jall e ka pru liq që nuk e falë shirkun në dunjon tjetër. Kështu që ti edhe nëse lutesh, falja është këtë. Kërkim falja është këtë, se Allahu nuk e falë një person i cili i shkon një besimtar Allahut Azza wa Jall. Allahu ka zbrit pra në surën e Tobe, ku ja ka ndalu besimtarve që me kërku falje për një person edhe nëse e ka të familjes, nëse ka vdek në gjendjen jo besimtar, duke e mohu Allahun Azza wa Jall. E Ibn Abbas thot ky ajeti i Tobës e ka përkufizu çat ajetin e parë që e kena përmend. Që mos të bjerë tash një keq kuptim në kuptimin e dikujt që lexon edhe këtë ajet edhe atë ajet, se Allah Azza wa Jall në fillim pra e ka zbrit këtë ajetin në përgjithësi që duhet me respektu, duhet me u lut për atë, mirë po, pastaj Allahu Azza wa Jall në surën e Tobe e ka prua dispozitën e fundit, e cila nuk ta lejon ti me kërku falje për dikan edhe nëse e ki familje, nëse vdek si jo besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me migjën e tij apo axhën e tij, i cili ka vdek si jo besimtar, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu deri në frymën e fundit që ai me thon fjalën la ilaha illallah. Domethënë e ka bo davet edhe e ka thirrë në islam edhe në momentin ku ka para se me dhon frymën e fundit. Kjo na mëson nga njëra anë kujdesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për njerëzit me i thirrë në davet, veçanti familjar, deri në atë frymën e fundit, mos me u dorëzu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha thuje fjalën la ilaha illallah, një fjalë që unë muj me këtë fjalë me ndërmjetësu për ty tek Allahu Azza wa Jall. Mirë po, ai vazhdoi në atë fejen e të parëve të tij, domethënë në fejen e shirkit apo xahilitetit që e kishin mushrikët. Allahu Azza wa Jall zbriti ajetin tjetër që i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha innaka la tahdi man ahbabt. Tha ti nuk mundesh me udhëzu ti kando. Pra edhe udhëzimi apo këshillimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o kon udhëzim i përkufizum. Jo se e ka pasur në dorë, kanë do ai me udhëzu. Mirë pa Allahu thot, Allahu udhëzon kando. Wa huwa a'lam bil muhtadin, edhe Allahu e din se kush është mas miri dhe ma meritori për me udhëzu në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pra në këtë rast i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra në rastin me migjën e tij, tha ti nuk udhëzon kandat. Mirë pa Allahu Azza wa Jall udhëzon. Kapitullin tjetër thot respektin ndaj prindit, pra në dynja
respektin ndaj prindit që është domethënë jo besimtar. Në këtë rast e ka pru hadithin e Sa'd ibn Abi Waqqasit, sahabiut të ndershëm i përgëzuar me xhenet, i cili thot për mu kanë zbrit 4 ajete shkaku jem. Pra shkaku i disa rasteve që i kanë ndodhur këtij kanë zbrit në lidhje me rastin tem, thot 4 ajete. Njëni rast thot ka zbrit ajeti që kena përmend në surën Luqman, ku Allahu Azza wa Jall i tha, domethënë thot Allahu Azza wa Jall: "Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm", Allahu thot nëse prindi të përpiqet, domethënë jo që veç të thon u jahadak, kjo fjala jahadak në gjuhën arabe është përpjekje, xihad domethënë përpjekje, jo veç luftë, po është mu përpjek. E tash thot Allahu thot nëse përpiqet prindi, pra të këshillon, të udhëzon që ti bëni shirk Allahut ose të leje fen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'huma, mos ju nënshtro, mos ju bind. Mirë po në punën e dunjas, shoqëroje, kujdesu edhe moje lidhjen me prindin tanë. E thot Sa'd ibn Abi Waqqasi për rasti i tij është se ai ka pas nonën e vet, domethënë mushrike, pa besimtare. Nuk e ka pranuar Islamin. E ajo është betu edhe i ka thonë se nëse ti nuk e le fejen e pejgamberit, pra nëse nuk e le fejen e Muhammedit alayhi salatu wassalam, thot unë thot as nuk ha, as nuk pi derisa të vdes. Pra është betu, edhe nuk ka hangër, nuk ka pi një periudhë. Derisa Sa'd ibn Abi Waqqas thotoi nëna ime. Thot edhe 100 shpirta thot me t'i fal Allahu Azza wa Jall, edhe ti mos me hangër, mos me pi edhe me adhon shpirtin Allahut Azza wa Jall, në çat gjendje thot unë nuk e la fejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast është duke rënë ndesh haki i prindit, i krijesës me hakin e krijuesit. Domethënë këto nuk barazohen, as nuk lejohet me i vendos në peshore. Nuk mundesh me thonë a baba apo Allah, ose nona, ose Zoti. Domethënë kjo në parim është gabim me bo këtë krahasim. Pse jetë bu krahasim me krijues edhe me krijesë. Sado që është domethënë haki me rëndësi ndaj prindit, ndaj nanës ose babës, nuk mundet mu krahasu me hakin e Allahut Azza wa Jall. E që në këtë rast është domethënë besimi, njësimi apo nënshtrimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Për atë edhe zbriti ky ajet në rast me Sa'd ibn Abi Waqqasin, ku Allahu Azza wa Jall tha, nëse ato ty të urdhërojnë që me lanë fejen, atë në këtë rast nuk ka respekt, nuk ka asbindje. Këtu, në këtë rast jo. Mirë po, Allahu tha, o sahibhuma fid dunya ma'rufa, në dunja, për punë të dunjas, atër i ri hazër, kujdesu, moje lidhjen me prindin tanë. Këtu, ja vlen me përmen atë dukurin se kanë herë të trit, kur e kapin fejen paksi me entuziazm, fillojnë me praktiku fejen, e kanë herë qëllojnë ato prind që e kanë herë ato mbeturinat e komunizmit, që janë kundra fejes, janë kundra namazit, mjekrës, ose kundra hijabit edhe mbulesës për vajzën, që ju urdhërojnë dhe mës me praktiku. Shka si e ke pa hajnin dhe më thonë fejes, si e ke pa hajnin namazit, munohet që me largu prej fejes. Mirë po ka prej atyre trive që në moment të parë largohet pi prindit. Në moment të parë, kur tanin që prindi munohet pra me largu prej fesë të ti, a i distancohet. Largohet edhe zdo me një për prindin e ti, kjo është gabim. Dhe më thonë, kjo është kundra urdhrit të Allahut Azza wa Jall. Pse? A i të këshillon, ti nuk i përgjigjesh në të rast. Mirë po, dush me majt atë lidhjen, me u kujdes, edhe me pasat me sjelljen, dhe më thonë në punë të dunjas, me prindin tanë. Thot rasti dytë Sa'd ibn Abi Waqqas, thot ka zbrit ajeti me domethënë shkaku jem, shkaku rasti tem, thot kur e ka marrë thot një shpatë, domethënë ka pas gjendje lufte, plaçkat ganimetet që i kanë marrë besimtarët, thot e ka marrë një shpatë edhe i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot madhuro thot që të shpatë ja Rasulullah, atër ka zbrit ajeti në surës El-Anfal, yasalunaka anil anfal, të pyesin ty për plaçkat apo ganimetet e luftave. Kjo është domethënë ajeti i dytë që ka zbrit shkak i këtij rasti, thot edhe e treta, jam kon thot i smut deri në gjendje sa mendova që po vdes, thot më vizitoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kësi gjendje,
edhe i thash ja Rasulallah, tha po du masi të vdes gjysën e pasurisë me dhonë sadaka, do dhonë fi sebilillah, ti mundesh me bo shka të dush. Mirë po pejgamberi Allahu tha ja, tha gjysën e pasurisë ja, tha atëherë 1/3, tha 1/3 ban, po edhe që kjo tha o shumë, do më dhonë po foli me lanë vakëf për musliman, sadaka, tha 1/3 ban, mirë po edhe që kjo tha o shumë. Pse? Për shkak se pasuria pas vdekjes është hak i trashëgimtarëve, familjarëve. Edhe kjo do më thonë na tregon atë rëndësinë e trashëgimisë dhe se Allah Azza wa Jall e ka marrë përsipër ndarjen e trashëgimisë të besimtarit. Pra nuk ka mendim as të hoxhës në këtë rast se kujt më ia dhon dhe sa më ia dhon. Mirë po Allahu në surën El-Isra, në surën Nisa, e ka tekstualisht e ka ndarë trashëgimin e besimtarëve pasi që të vdes kujt sa i takon. Pra këtu nuk ka mendim se une e meritoj ma shumë, une e kum këshyr prindin ma shumë, une e kum kontribu ma shumë. Mirë po Allahu e ka da trashëgimin vetë, e ka marë për sipër. Edhe në këtë rast pejgamberi s.a.s. e këshilloj dhe se nuk lejohet një besimtar nëse do masi të vdes me dhonë gjysën e pasurisë sadaka për musliman, do më thonë nuk lejohet. Pejgamberi Allahut ka thonë 1/3 nëse do me da, po edhe që kjo 1/3 ka thonë o shumë. Mirë po kjo lejohet edhe ma pak se kjo tjetra i takon trashëgimtarëve, familjarëve që e trashëgojnë do më thonë pasurin e prindit. Edhe e katërta thot, i na kanë thot bashk me shok duke pi alkohol, normal kjo është para se me zbrit ajeti për ndalesin e alkoholit. Thot edhe njoni prej ensarve thot ma mshoj thot ma atë me kocin e devës, mas i na deh edhe i na pi, thot ma kam shu derisa u ankovat e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot ka zbrit ajeti për fundimtar, se normal alkoholi nuk është ndalu për njëherë, ka pas etapa. Do më thonë fillimisht është ndalu që më ju afru i dehur namazit, masën e mësme pi më rëna kohëve të namazit derisa ka ardhë përfundimisht, pra me këta jetë që ka zbrit Allah Azza wa Jall, të fehel entum muntahun, pra kjo është do më thonë e fundit nuk lejohet hiç me pi alkohol, të të dhe kjo jetë ka zbrit në lidhje me mu. Këto do më thonë janë disa raste që përmenden me Sa'd ibn Abi Waqqasin, do më thonë veçori dhe dallime që i ka pas ky sahabi i ndershëm. Pastaj transmetimin tjetër e ka pru nga Esma bint Abi Bekr, pra vajza e Ebu Bekrit, e cila do me thonë në fillim kër e ka pranu islamin, mirë pe ka pas nonën një besimtarë, në këtë ras një prej grave të Ebu Bekrit, thot e kam pas nonën, do me thonë duke qenë jo besimtare që e ka urrejt, do me thonë islamin, edhe e kam pyet tot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kum thonë ja Rasulallah, am lejohet me u kujdes me majt lidhjen me nanën time? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot nam, po. Edhe pastaj thot ka zbrit fjala Allahut azza wa jall, thot la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah azza wa jall thot në Kur'an, thot nuk ju ndalon Allahu, këtu është në përgjithësi. Pra në përgjithësi me këtë njerëzit. Thot Allahu nuk ju ndalon juve me bo mirë, me pas lidhjen e mirë, edhe me i bo punë të mira, respekt atyve që nuk ju luftojnë në fen tuaj. Do më thonë është për qëllim krejtje besimtar. Nëse ata nuk ju luftojnë në fe, nëse ata nuk ju nxjerrin prej vatanit ju, pra nuk ju luftojnë, atëherë Allahu azza wa jall tha, nuk ju ndalon që ju me ju bo mirë. Veçanti nëse ti shpreson sa je pranon islamin në këtë rast, jo që është mirë, po edhe obligohet mu konë ma i kujdesshëm në lidhjen me atë, respektin, mirësjelljen edhe kujdesin. Po veçanti nëse është familjar. Edhe Allah thot në fund inna Allah yuhibbul muqsitin, pra mu konë edhe drejt, pra me këtë kategori, mu konë drejt, Allah azza wa jall i don të drejtit. Edhe nëse është me jo muslimoni. Edhe transmetimin tjetër që ka sjellë është nga Abdullah ibn Omeri, i cili thot për babën e tij, thot se Omeri një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot e pa thot një tesh apo një kostum apo një rob
edhe i pëlqej, edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, sikur ta kishe marrë, tha, për ato rastet që ti ki nevoj, në ato rastet oficiale kur takohesh me delegacione ose me njerëzit që të vinë vizitojnë si pejgamber, ose tham ta marrish me vesh në ditën e xumë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa kët, tha kjo është mëndafsh. Mëndafsh, i tha, nuk na takon neve me vesh, besimtarve. Ai i cili e veshët nuk ka hise, domethënë shpërblimit në ahiret. Pra mëndafshi, si që dim, është ndalume për besimtarët me vesh. Si që është edhe ari ose altani, pra për burrat, është ndalume me u vesh apo me u bajt. Edhe pas një kohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vinë dhurata, pra tesha prej mëndafshi, i vinë dhurata, edhe e merë këtë dhurat ja e po Omerit. Edhe Omeri normal habitet, dhe ja Rasulullah, dhe ti mund njëherë më ndalove prej kësaj, edhe më thave se nuk ka hise në ahiret ai i cili e vesh, dhe më thonë këtë tesh prej mëndafshit, thët, qysh me vesh të tune? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha nuk është pa tjetër me vesh, për mere jepja dhurat dikujt. Pra mund është me ja bo dhurat grujës, mund është me ja bo dhurat dikujt prej grave, ose e shetë. Tha shite dhe përfita atyve që ju lejohet me vesh. E Omeri radiallahu anhu e mur, edhe i dha dhurat vllaut të tij që e ka pas në Mekë, mirë po konë jo besimtar në atë kohë. E ka marrë edhe ja ka dhënë dhurat. Në këtë rast, pra këtë transmetim e sjell, domethënë Imam Buhariu, për shkak me na treguse me pas atë lidhjen, atë respektin edhe me vlla, po edhe me familjar tjerë, edhe pse nuk janë jo besimtar. Pra, sidomos puna e dhuratës, pra ja ka dhënë se dhurata i afron njerëzit, edhe bëhet shkak që ndoshta me pranu Islamin. Deri në takimin e ardhshëm, Allahu ju shpërblet për sabrin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpërblet.